Sigurisht që do të flasë për gjitha, po ti ule pak atë zërin se e ke shqetësues në decibel. Merret me majorancën, atëre ju bëheni martirët e drejtësisë, bëheni britma dhe klithma e saj. Deputet opozitar, detyra e një opozite është oferta politike e saj, ndryshe nga oferta politike e majorancës. Rotacionin që kaq shumë e doni, nuk mund të bazoni me pathos se këtë do të kap spaku nga majoranca. Jeni kthyer në një tifozëri sedentare, që i lutet Zotit aman t'i heq spaku këta që të vim në. Por rotacioni bëhet me vot dhe jo me lutje Eduard Trokitje. Sot buxheti 2026 që prezantohet në këtë sallë është premtimi i mbajtur i ofertës politike të Edi Ramës. Kush është alternativa juaj? Çfarë i ofroni ndryshe shqiptarëve? Partia Socialiste është e vetmja parti që ka një ofertë politike sot për vendin. Ju keni emrin Partia Demokratike, por me demokracinë brenda partisë nuk keni lidhje. Tek ju për të qenë pranë faraonit Sali, duhet jesh humbës, duhet të mos kesh shtyllë kurizore, duhet të jesh një kamaleont politik i cili ndryshon gjyrë dhe formë. Pika 1 e rregullores për shkelje të përsëritur. Jo, është duke folur, çfarë mundesh, tu nuk është kafene. Zoti Sheaj, nëse do të vazhdoni të prishni seancën, do të vijojmë me masat disiplinore, sipas rregullores. Zoti Sheaj, uluni. Keni marrë 2 masa, ju lutem nëse vazhdoni do të merrni masën e tretë që është heqja e të drejtës së fjalës për ditën e sotme. Nëse vazhdoni do të merrni masën e tretë. Zonja Balluku. Faleminderit. Partia Socialiste është e vetmja parti që ka një ofertë politike sot për vendin. Ju keni emrin Partia Demokratike, por demokracinë brenda partisë nuk keni lidhje. Tek ju, për të qenë pranë faraonit Sali, duhet të mos kesh formë, shtyllë kurizore, të jesh një kamaleon që ndryshon madje qëndrim politik edhe brenda 24 orëve. Është normale ndoshta për llojin tuaj që të bëni këtë lloj opozite, që për të thënë të drejtën nuk është se nuk na vjen për shtat. Por, jo. Edhe ne do të dëshironim një opozitë më të mirë, një opozitë serioze, një opozitë që nuk e ka luftën personale me askënd, por e ka luftën ideologjike. Ja që nuk e kemi këtë mundësi, dhe unë personalisht e kam shumë të qartë pse jam në një sulm personal që nuk më ka nisur as sot, as ditën që shkova në SPAK, por ka kohë që më ka nisur. Pasi ju nuk e falni as suksesin politik, edhe as njeriu që punon. Madje, ju nuk i falni ata që dallojnë as brenda radhëve tuaja, pa përjashtuar askënd nga ky krah. Ju nuk falni 8 humbje në 12 vitet e fundit. Dhe ju, përmes sulmeve personale ndaj secilit prej ne, padyshim mbuloni dështimin tuaj. Dëgjova këtu një thirrje pak më parë dhe më bëri shumë përshtypje. Dikush u ngrit nga radhët tuaja dhe tha të mos speremi me familjarët. Seriozisht, kur e vendosët këtë akt etik? Na njoftoni dhe ne, sepse ju nuk merrni thjesht me familjarët. Ju keni ngritur të vdekurit nga varri dhe i keni sjellë në përfoltore e në për parlamente. Unë jam përballur, kjo është hera e tretë, më duket? Zoti Sheaj, po prishni seancën, po pengoni
kolegët të flasin, keni marrë 2 masa. Masa e tretë është heqja e drejtës fjalës dhe pastaj mos thoni nuk ka hapësirë për të folur. Se nëse ju thyeni rregullore, unë jam i detyruar ta zbatoj rregulloren. S'mund të përdorim një standard të posaçëm për ju dhe një standard për të tjerët. Kështu që ju lutem, nëse vazhdoni, ky është paralajmërimi i fundit, do të merret masa, do hiqet fjala për ditën e sotme. Dhe nëse vazhdoni më tej, atëre zoti Sheaj në bazë të nenit 64, nenit 2, ju hiqet e drejta e fjalës për ditën e sotme. Ju lutem uluni për të mos kaluar te masa e 4. Ndje zonja Palluku. Unë me shumë prej jush jam përballur politikisht. Dhe jam përballur në fushë betejë, aty kur duhet të dalin dhe të përballen burrat. Dhe shumë prej jush i kam ulur në gjunjë si ai që uluret. Vazhdojmë shumë. Zoti Sheaj, keni përsëritur disa herë shkeljen në bazë të nenit 64. O Agron, Fraksion nuk bëhet 3. politika me selfie, Agron. Nuk e Ju bëhet lutem, me selfie. largoni dhe lini Të sallën. duhet të dalësh Jeni në të shesht të preashtuar nga burrave e seanca. fitosh, nuk bëhet me selfie. Zoti Nuk do Sheaj, bësh ku ju do lutem lini ngelesh sallën. pronar i call centerave. Kaq do ngelesh. Nuk do bësh Zoti dot Sheaj. politikan. Do jesh një pronar i vogël i call centerave që nuk paguan sigurimet shoqërore dhe i mban ata dje me vajza me rrogë më pak se minimalja. Nuk bëhesh dot politikan, Agron, po nuk dolet në fushë betejë. Nuk bëhesh politikan me Facebook, Agron. Duhet të dalësh të takosh njerëz, Agron. Nuk jemi në call center këtu. Zoti Sheaj, ju lutem lini sallën, keni marrë masën disiplinore të largimit nga seanca. Flito si Ju burr, lutem dilni. ngele si soprano, flit si burr. Zoti Balla ka kërkuar fjalën, ndjes zonja zëvendës kryeministër, ka një ndryrje procedurë. Zoti kryetari i kuvendit, keni dhënë një masë për deputet largohet nga salla. 4. Po pra, masën e fundit të ju referova. Kërkoj të bëhen 5 minuta pushim derisa deputeti largohet për të vazhduar normalisht seancën. 5 minuta pushim për t'i dhënë mundësi deputetit të lërë sallën.